Prej momentit kur qarkulluan pamjet e të burgosurve duke festuar me alkol dhe drog në burgjet e Shqipërisë, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve nisi të bënte propagandë me kontrollet në burgjet e Shqipërisë. Ajo që serviret çdo ditë është që gjatë kontrolleve gjenden celular, alkol dhe lëndë narkotike. Madje në disa raste nuk ngurohet të thuhet se kontrollet janë kryer me urdhër të drejtorit të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve Adriatik Kupit, atë që njihet gjerësisht si ushtari i kryebashkiakut të arrestuar të Tiranës Erion Veliaj. Por më tej. Në fakt, fenomeni i kontrolleve të shpeshta në burgje meriton të shihet përtej njoftimeve mediatike dhe pamjeve të sekuestrimeve. Në thelb, fakti që në mënyrë të përsëritur gjenden celular, karikues dhe sende të tjera të ndaluara në të njëjtat institucione nuk tregon domosdoshmërisht forcë të sistemit, por mund të interpretohet edhe si dobësi e sti strukturore. Por nga ajo që shitet si sukses në vetvete, si rrjedhoi na lind pyetja: si vazhdon të funksionojë i njëjti mekanizëm i futjes së kontrabandës? Kontrolle të përsëritura në burgje dhe sërish bërtet propaganda, u gjet një celular, 2 karikues e tjerë. Nëse fenomeni përsëritet pa ndërprerje, atëherë problemi nuk është mungesa e kontrolleve, por mungesa e kontrollit real mbi sistemin penitenciar. Çdo celular i gjetur është një provë që siguria ka dështuar më herët. Këto aksione krijojnë edhe një paradoks komunikimi. Nga njëra anë, institucionet kërkojnë të japin mesazhin se po veprojnë dhe po godasin paligjshmërinë, nga ana tjetër, vetë përsëritja e lajmeve ekspozon normalizimin e kontrabandës brenda burgjeve. Pra, sa më shumë propagandohen kontrollet, aq më shumë krijohet perceptimi publik se shteti nuk po arrin ta zgjidh problemin në rrënjë. Një tjetër problematik që evidentohet gjatë këtij procesi është edhe mungesa e transparencës mbi përgjegjësinë institucionale. Shohim që sekuestrohen sende të ndryshme, por nuk shohim përgjegjësit. Kush janë ata që i futin këto sende? A janë marrë masa për këta persona? Pse nuk forcohet sistemi i sigurisë, kur në një burg shkon për kontroll për herë të parë dhe gjenden sende të paligjshme, dhe kryhet sërish kontroll dhe gjenden sërish sende të paligjshme? A nuk supozohet se pas herës të parë do të duhej që të merreshin masa që ky fenomen të mos përsëritej sërish? Rrallëherë bëhen publike hetime serioze mbi personat që mundsojnë futjen e këtyre sendeve, qofshin punonjës të korruptuar, rrjete të brendshme apo dështime teknologjike të sigurisë. Fokusimi vetëm te sendet e sekuestruara e zhvendos vëmendjen nga përgjegjësia reale drejt efektit mediatik të operacionit. Kontrollet mund të kenë vlerë operative, por mënyra si komunikohen publikisht i afron më shumë me logjikën e propagandos. Suksesi nuk matet nga numri i kontrolleve apo sendeve të kapura, por nga aftësia për ta reduktuar fenomenin në mënyrë të qëndrueshme dhe për të rikthyer besimin te funksionimi i institucioneve të vuajtjes së dënimit.